Në kuandër të masave për të rritur cilësinë e shërbimit të furnizimit me ujë gjatë sezonit turistik të këtij viti, Ujësiellës Kanalizime rajoni Vlorë ka hartuar një plan masash që do të konsistojnë edhe në ndërhyrje të ndryshme në rrjet. Pikërisht për këtë qëllim, të martën dhe të mërkurën pritet të punohet në linjën kryesore për të rritur cilësinë e shërbimit, por kjo do të sjellë që pikërisht në datën 18 dhe 19 mars të ketë kufizime të furnizimit me ujë në qytetin e Vlorës. Ndërmarrja e Ujësiellës Kanalizime rajoni Vlorë kërkon kështu edhe mirëkuptimin e qytetarëve dhe bizneseve për shkak të kufizimit që do të realizohet në këto 2 ditë, që do të thotë rritjen e cilësisë së shërbimit dhe sasisë së furnizimit me ujë, sidomos gjatë sezonit turistik të këtij viti. Kjo ndërhyrje sipas ndërmarrjes së Ujësiellës Kanalizime rajoni Vlorë është mjaft e domosdoshme për të realizuar në këto momente me qëllim që të paraprisë sezonin turistik, i cili do të jetë i gjatë dhe që do të kërkoj një furnizim sa më cilësor me ujë të pishëm në të gjithë qytetin. Ndërmarrja e Ujësiellës Kanalizime kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe bizneseve pasi ditën e martë dhe të mërkurë në datën 18 dhe 19 mars, në momentet kur do të punohet për këtë ndërhyrje, do të stakohen edhe stacionet e pompimit që furnizojnë me ujë qytetin. Por për rastet e nevojave emergjente, ndërmarrja e Ujësiellës Kanalizime rajoni Vlorë do të vendosë në dispozicion edhe grupet në terren për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve.